33 të burgosur të konsideruar si persona me rrezikshmëri tepër të lartë janë transferuar nga paraburgimi i Durrësit drejt burgut të sigurisë së lartë në Peqin dhe ati në Fier. Operacioni u zhvilluar pak pas mesnatës së dieshme në masa të larta sigurie. Ndër emrat e personave të transferuar është edhe Lulzim Berisha, i cili prej disa muajsh qëndronte në një nga qelitë e paraburgimit në Durrës. Po ashtu, mes të larguarve janë edhe Astrit Avdyli, i dënuar për vrasje dhe jo vetëm, vëllezërit Artur dhe Klevis Hoxhosmani, pjesë e një grupi kriminal që merrej me trafikim droge nga Ekuadori, Orges Molla e të tjerë. Vendimi për transferimin e të burgosurve me rrezikshmëri të lartë erdhi pas aratises Altin Docit nga Spitali Rajonal i Durrësit, gjatë kohës që ai u dërgua atje për një vizitë mjekësore në repartin infektiv. Burime jo zyrtare bëjnë me dije se 206 të dënuar dhe të paraburgosur të burgut të Durrësit kanë kaluar në sit për të vlerësuar nivelin e rrezikshmërisë së secilit. Një ditë më parë, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari urdhëroi hartimin e një plani të ri kombëtar rishpërndarjeje duke i ndarë të burgosurit sipas rrezikut shoqëror.